Kthimi i Eva Dumanit në Shqipëri nga kampi famkeq Al-Hol në Siri ka rikthyer në vëmendje dramën e disa familjeve që prej vitesh presin lajme nga të afërmit e tyre të mbetur në Siri. Mes tyre është edhe historia prekëse e 90 vjeçarit Dylber Shuli nga Zagorçani i Pogradecit, i cili prej më shumë se një dekade jeton me mallin dhe shpresën për kthimin e mbesave në shtëpi. Po deri po vani sa kohë kam folur, me të rrisin baba forca. Po sa pa bëj 1 vit, 2 vjet pa bëqës. Kush është bërë gjyshe dhe kush ka një prit, letë më thotë që kështu i kam unë. Unë që jam 90 vjet, shpresa gjeja ditë që të mbëtësut, që më të rresi baba. Më shumë të rresin ata, se më të rresin dimët. Historia e familjes Sholi nisi 12 vite më parë, kur djali i tij Krenari u largua drejt Siris duke marrë me vete bashkëshorten dhe 3 vajzat e mitura, ku më pas në territorin sirian lindi edhe djali. Konflikti i armatosur u mori jetën prindërve, ndërsa fëmijët mbetën në kamp në kushte të vështira dhe larg çdo strukture të qëndrueshme, arsimimi apo integrimi. Atë mesën e madhe e nderoj, falenderoj se i ati ju vra dhe jema edhe qëndroj trime, 15-16 vjeç, ajo qëndroj të vëllezrin, djalin e saj, të motrat, i rriti. Sipas familjarëve, njëra prej vajzave është martuar në moshë të mitur dhe ka sill në jetë një fëmijë, përpjekjet për riatëdhësimin kanë qenë të shumta, megjithse çështja ka mbetur pezull, me një situatë të ndërlikuar ligjore dhe humanitare. Ajo mbese madhe është martuar dhe ka lindur një djalë atij. Merret më shumë atje tash. Unë kështë një të smur djallën këtu 3 vjet, edhe ato më thoshin baba, pse na dorëzove, më i bje babajt, po kështu e kam punën. Rama kur doli atë, tha që do t'i nxjerrim ta, po do t'i ruajmë ta se mos na i vrasin ta. Po shtetit i kërkojnë ndihmë. Po pse nuk thehen? Janë të zënë në burg atje. Ju e keni marrë vesh, unë e kam marrë vesh, janë 22 gra në Siri. Janë 8 burra. I gjendur përballë vështirësive të shumta shëndetësore, 90 vjeçari thotë se jeton çdo ditë me shpresën se një ditë mbesat e tij do të kthehen pranë familjes, shpresë që rindizet sa herë që një shqiptar riatësohet nga Al-Hol.